Nëse je person që punon me tastaturë, e me mouse, e me kompjuter, kogja shumë, garant kyçet e dorës ja ka nis veç me tim. E çto janë 3 ushtrimet që ti mundesh me i bo për me i forcu edhe me i liru muskujt rreth kyçeve të dorës. Hajde po fillojmë. Duart i hap fillimisht përpara edhe deri në 30 sekonda i hap edhe i mbyll duart aq shpejt sa mundesh. Pushon pak, mandej vazhdon me duart anash. Përsëri deri në 30 sekonda i hap edhe i mbyll, njëjtën sen. Pushon 30 sekonda edhe përfundimisht duart i dërgon lart, njëjtë vrapron. Kjo, sidomos që kjo e fundit, ki me ndjesh shumë ma shumë. Duart bashk i hap sikur të me hap një libër, pastaj i kthen mrapsht edhe të poshtë edhe rikthehesh tek fillimi. Këtë e bën deri në 5 herë, nëse don, mundesh edhe me bo gjithashtu në anën e kundërt. I bën grushtat bashk dhe i dërgon drejt tokës. Gishtin e mat e fut mrena grushtet, i lakon krahët tek brylat, edhe mundohesh me i drejtu aq sa mundesh. E ndin zgjatjen sidomos në pjesën e jashtme të duarve. Këtë e bën deri në 5 herë. E këto janë vetëm 3 nga ushtrimet, por në të ardhmen besoj që kam i tregu edhe shumë të tjera. Nëse këto video po ju ndihmojnë, bëj një follow Urban FM-it, po pse jo edhe tek unë, gjithashtu subscribe në YouTube.